Ju ngjatjeta uroj të jeni mirë. Në orën 18:00 të 11 shkurtit të vitit 1979, ishte momenti kur Teherani zyrtar ndryshoi kursin e historisë dhe rajonin e lindjes mesme e përfshiu një dimër i gjatë gjeopolitik. Sot jemi dëshmitar të një tjetër ore jashtëzakonisht kritike, por këtë herë skenari nuk po shkruhet në rrugë, por përmes një pragmatizmi të frikshëm, të ftohtë, i cili po të rondit aleancat tradicionale që i keni njohur deri tani. Presidenti Donald Trump ka paralajmëruar një kthes të fortë drejt diplomacisë në vend të luftës, duke befasuar edhe tregjet, edhe vëzhguesit, edhe analistët e hollë të këtyre zhvillimeve. Apo shkojmë drejt një ngrirje të luftës pra, apo jemi përpara një rikonfigurimi të forcave ku askush nuk po del më fitues i plot. Ju e keni parë që modelet e fitores në luftra të tilla nuk janë shumë të qarta dhe këtë e pam edhe tek lufta e Vietnamit, kur ti mund të fitosh thjesht duke rezistuar. Këto janë modele të luftrave win-win apo të luftrave që dalin pa një fitore të qartë të askujt. Ky ndryshim i kursit nga shtëpia e bardhë në Washington nuk erdhi nga asgjëja, nuk erdhi nga një vakum. Sot po shohim një lëvizje historike nga Arabia Saudite, e cila ka tronditur të gjitha llogaritë gjeopolitike, qoftë të ndërkombëtare, qoftë të rajonit lindjes mesme, për arsye se Arabia Saudite ka qenë ndër aleatët e mëdhenj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vendim i madh i marrë në Arabinë Saudite, një vendim që te i kalon diplomacinë e thjeshtë, pasi Riadi, Arabia Saudite, kanë marrë vendim që të kufizojnë hapësirën ajrore për operacionet logjistike amerikane. Riadi po sinjalizon se kostoja e kësaj lufte me Iranin është tashmë e papërballueshme për stabilitetin e vizionit të tyre ekonomik dhe për rolin e tyre dhe për planet e tyre për 2030-ën, 2035-ën apo 2050-ën. Kjo lëvizje e ka vendosur Washingtonin përpara një zgjedhje jashtëzakonisht të vështirë. Cila është zgjedhja? Të vazhdoj presionin maksimal i vetëm apo të pranoj ndërmjetësimin e fuqive të reja si Kina, e cila është çdo ditë më shumë duke u shfaqur si një garantues i ri i sigurisë në gjirin persik. Por pyetja që mundon specialistët ushtarak sot është diçka tjetër. Çfarë ndodhi realisht në bordin e aeroplan mbajtëses USS Gerald Ford? Gjatë kësaj analize do të analizojmë një informacion i cili është duke u diskutuar në qarqe shumë të mbyllura të inteligjencës teknologjike. A ishte largimi i USS Gerald Ford thjesht një çështje e mirëmbajtjes, apo kemi të bëjmë me një anomali të panjohur elektronike në ngushticën e Hormuzit që u shfaq Rishtazi? Ka dyshime se teknologjia iraniane ka arritur të sfidojë sistemet më të avancuara të mbrojtjes, duke detyruar një rishikim emergjent të pranisë detare amerikane, dhe këtë iranianët mund ta kenë arritur nëpërmjet teknologjisë sekrete të ofruar nga Kina ose ndoshta edhe nga Rusia. Sot do të zbërthejmë të gjitha fijet e kësaj marrëveshje, e cila është duke u folur në orët e fundit dhe po tentohet të arrihet me shumë shpejtësi. Kush po lëshon pe dhe kush po fiton kohë? Mes presionit të Izraelit për veprim dhe nxitimit të Donald Trumpit për stabilitet përpara se të takojë liderin Xi Jinping, ku mbetet siguria e gjithë rajonit atje, por edhe siguria e gjithë botës. Qëndroni me mua në një minutazh të shkurtër, sepse ajo që po ndodh në këto minuta në prapaskenat e teknologjisë ushtarake dhe diplomacisë së naftës në botë është shumë më komplekse nga sa duket në titujt e lajmeve që i shihni çdo ditë. Lufta me Iranin është duke hyrë në këtë moment në një fazë shumë të çuditshme, por dhe aq të paqartë. Zhvillimet duken qartë se po ndryshojnë me shpejtësi dhe po dalin në orë e minutë, shfaqen surpriza të mëdha. Çfarë ka ndodhur papritur në këtë moment? Axios, siç ju thash, publikoi se Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe Iranit kanë shpallur që mbrëm diskutimin dhe negociatat mbi një dokument i përbër nga 14 pika, dokument për të cilin unë ju fola dje tek video e mesditës së djeshme, ku ju shpjegova se cilat ishin të dhënat e fundit lidhur me këtë marrëveshje. Deri në atë moment, flitej se negociatat ishin duke ecur mirë dhe se kishte optimizëm tek secili prej kampeve. Me njëherë, pasi doli ky lajm, reflektuan bursat, reflektuan tregjet, reflektuan gjithë dynjaja dhe u shfaq rënja e çmimit të naftës, u shfaq rritja e bursave, dhe pas një dyshim, deklaratat e presidentit Donald Trump ishin shumë ndikuese në to transformimet mëdha. Trump tha dhe deklaroi për radion konservatore me cilën pati një intervistë se ai është duke pritur marrëveshje javën e ardhshme, por duke qenë se djalli qëndron tek detajet, askush nuk e tha me siguri nëse kjo marrëveshje do të realizohej apo nuk do të realizohej. Ai foli në mënyrë shumë optimiste në konferencën për shtyp dhe tha se nëse do të ketë një marrëveshje me Iranin dhe nëse nuk do të kemi pengesa të tjera gjatë këtyre diskutimeve që vazhdojnë të jenë duke u bërë nëpërmjet ndërmjetësit të Pakistanit, operacioni Epic Fury ndalet gradualisht. Dhe çfarë? Kjo do të stabilizonte tregjet, do të stabilizonte çmimet e naftës, sepse Hormuzi do të hapej plotësisht dhe sanksionet do të fillojnë të hiqen gradualisht ndaj Iran. Çfarë ndodhi gjithashtu? Donald Trump lëshoi edhe një paralajmërim tjetër nga paralajmërimet që ai i ka bërë vazhdimisht. Nëse Irani refuzon, do të ketë bombardime akoma më të forta, tha Trump. Çfarë po pranon Irani sipas rrjedhjeve të informacioneve që vijnë nga burimet tona? Ndalim të pasurimit të uraniumit për 12 deri në 15 vite. Tek plani apo projekti apo draft marrëveshja e parë ishte ndalimi i pasurimit uraniumit për 20 vite. Tani jemi 14-15 vite, jemi duke folur për dorëzim të 450 kg uranium të pasuruar deri në 60% dhe jemi duke folur për domosdoshmërinë e dërgimit të inspektorëve amerikan në objektet dhe centralet bërthamore të Iranit. Kto ishin pjesë të këto janë pikat më të rëndësishme të kësaj marrëveshje me 16 pika, pra. Dhe këto janë edhe pikat kulminante të cilat mund ta çojnë përpara apo mund ta ndalin marrëveshjen. Ndër pikat kryesore sigurisht është dhe kjo e fundit që sapo ja thash, dërgimi i inspektorëve amerikan, pra amerikanët duhen ta ndjekin vetë me sytë e tyre çdo lloj zhvillimi në objektet bërthamor. Nga ana tjetër, çfarë ofron SBA-ja në këmbim të këtyre ofertave iraniane? Amerikanët ofrojnë hapjen e ngushticës së Hormuzit, menjëherë heqjen e bllokadës që do të lironte dhe do të shtensiononte komplet ekonominë e gjithë vendeve të gjirit, rikthimin e porteve iraniane në funksion të plot ashtu siç kishte ndodhur më përpara, dhe do të ofrojnë gjithashtu amerikanët heqjen graduale të sanksioneve ndaj Iranit. Kjo bëri që tregjet me njëherë të reagojnë, pra pasi u paraqit që jemi në një klimë drejt një marrëveshje, tregjet reaguan dhe pas lajmeve për marrëveshjen e mundshme, e cila presupozohet se është më afër se kur, ra nafta, ra çmimi i naftës, u rritën bursat dhe më pas nafta u rrit përsëri. Tregjet e ranë përsëri, po çfarë po ndodh? Kjo tregon se tregjet tashmë janë mësuar me mashtrimet diplomatike dhe nuk po i besojnë më deklaratave të asnjërs palë për një afrimitet në drejtim të paqes. Pra, ndërkohë që në muajin e parë dhe në mesin e muajit të dytë, tregjet ndikoheshin drejt për së drejti nga deklaratat e Trumpit për marrëveshje paqe të mundshme me ulje apo me ngritje, tashmë pasi u ulën, erdhëm në një moment ku befasisht tregjet rriten sërish, çmimi i naftës rritet sërish dhe bursat bien. Çfarë do të thotë kjo? Tregjet nuk i besojnë më deklaratave të Trump dhe as i besojnë më deklaratave apo sinjaleve që vinë nga diplomacia për një arritje të një marrëveshje të mundshme
mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përse Donald Trump është një pyetje e madhe që bëhet tani, është duke anuar më shumë nga diplomacia. Arabia Saudite nga ana e saj, sipas NBC-s, tregon se ka ushtruar presion jashtëzakonisht të madh për paqe, veçanërisht ndaj aleatëve të tyre amerikanë, duke u thënë amerikanëve që shiko se ne jemi duke paguar fatura të mëdha për këtë që është duke na ndodhur dhe jemi duke u tronditur shumë dhe nuk lejohet që ju si aleat të na vendosni në pozicion të tillë. Princi Saudit Mohammed bin Salman ka një komunikim të pandërprer me presidentin Donald Trump. Dhe ajo që ka tronditur të gjithë agjensit ndërkombëtare të lajmeve është se Arabia Saudite për herë të parë mbyll totalisht hapësirën e saj ajrore për ushtrinë amerikane dhe kjo sepse sauditët i kanë thënë Trumpit se ne nuk jemi të gatshëm të paguajmë kaq shtrenjtë kostot e kësaj lufte dhe jemi pas një diskutim të shqetësuar për ekonominë saudite dhe për investimet atje. Këtu kemi edhe problemet e mëdha ushtarake amerikane. USS Gerald Ford, aeroplan mbajtësi amerikane, u largua sërish dhe u tërhoq nga vendet e gjirit për atë që u njoftua si probleme teknike të saj dhe nevojë për t'i rregulluar ato probleme teknike. Prania ushtarake amerikane nisi të zbehej pra me tërheqjen e USS Gerald Fordit, që tregon se ka, me sa duket në prapasken, një plan amerikan për të tërhequr nga lufta apo për të kërkuar rrugën e diplomacisë të paktën në këtë moment. Ju a shpjeguam arsyet, Trump nuk e përballon më gjatë se kaq, sepse ndryshe nga që thot, ai është në presion të jashtëzakonshëm në lidhje me kohën, sepse ka zgjedhjet e midtermit, pavarësisht kësaj është i shtyr edhe nga i presion i madh që i vjen nga Tel Avivi, nga Benjamin Netanyahu. Këtu na shfaqen edhe problemet e tjera në Hormuz, të cilat i njofton The Wall Street Journal, i cili i ka quajtur sot The Wall Street Journal e quan operacionin amerikan një dështim. Pse thot The Wall Street Journal që është një dështim? Sepse ata thonë që reagimi i Iranit ka qenë shumë i fortë, janë goditur Emiratet e Bashkuara Arabe, aleat kryesor, dhe Irani ja ka dalë të pengojë shkatërruesit amerikan, roli i Kinës ka qenë dominant, roli i Rusisë ka qenë dominant, dhe kjo lojë e Donald Trump në lindjen e mesme ka rikthyer fuqimisht Kinën në negociata në vendet e lindjes mesme. Ministri i jashtëm iranian ka vizituar Pekinin dhe sigurisht ky është një lajm tjetër që e sjell akoma më pranë lindjes mesme Pekinin dhe sipas The Wall Street Journal ishte një hap që nuk i duhej krijuar mundësia Kinës që ta bënte këtë penetrim në lindjen e mesme dhe nuk ishte e nevojshme që destabilizohej marrëdhënia me Arabinë Saudite apo dhe me aleatët të tjerë në Katar, në Emirate të Bashkuara Arabe, në Kuvajt dhe në vendet e tjera të gjirit, të cilat paguan një kosto kaq të lartë për një luftë e cila mbriti një marrëveshje që mund të ishte bërë edhe pa luftë. Kina ka ndikim të madh mbi Iranin pas një diskutim, e ka rikthyer fuqimisht prezencën e saj Kina nëpërmjet Iranit dhe nëpërmjet teknologjisë së dronëve, me komponentë armative shumë të rëndësishëm dhe me mbështetje ekonomike që nuk ka munguar asnjëherë. Këtu vim edhe tek roli i Pakistanit, i cili vazhdon të jetë duke përdorur si kanal i pazëvendësueshëm dhe i pa neglizhueshëm komunikimi. Përgjigja iraniane pritet gjithashtu për këtë marrëveshje të fundit që është bërë mes Amerikës dhe Iranit, pritet që të vijë nëpërmjet kanalit të Islamabadit në Pakistan. Çështja është një pyetje e rëndësishme që e bëjnë sot studiuesit e imët të kësaj loje. Mos Trump është i detyruar apo ka një plan për të shkuar në një marrëveshje paqe para se të shkojë në Kinë, para se të shkojë në Pekin, apo ka diçka tjetër. Më 14 maj
të paktën deri tani, ka qenë njoftuar se pritet të jetë një takim midis presidentit Donald Trump dhe liderit kinez Xi Jinping. Amerika duket qartë që përpara këtij takimi kërkon një stabilitet dhe qetësim të ujrave në Iran. Sigurisht në këto moment deri në 14 maj, pra Trump mund të kërkojë uljen e çmimit të naftës në tregjet globale, mund të kërkojë më shumë stabilitet ekonomik për tregjet dhe mund të kërkojë gjithashtu shmangjen e luftës së madhe për arsye të negociatave, sepse kjo është varësisht të planit dhe të skemës së shahut që ka përzgjedhur Trump, por edhe informacioneve që ka ai për skemën që mund të kenë zgjedhur kinezët për këtë takim të dy gjigantëve ndërmjet Washingtonit dhe dragojit kinez. Problemi i madh është diku tjetër. Irani është duke thënë në këto momente se dokumenti amerikan është vetëm një listë dëshirash. Pra, iranianët thonë dokumenti me 14 apo me 16 pika i Amerikës është një listë dëshirash amerikane. Kur Irani thot kemi të bëjmë me një listë dëshirash, do të thot që iranianët nuk do t'i pranojnë të 14 kushtet. Situata aktuale në terren tregon se Irani nuk u rrëzua as u gjujzua. SBA nuk ja doli të hap Hormuzin dhe nuk ja doli të fitoj luftën. Uraniumi nuk u mor dhe vazhdon të jetë atje, programi bërthamor nuk u shkatërua dhe Kina vazhdon të mbështesë çdo ditë e më shumë Iranin dhe vazhdon të rrisë çdo ditë e më shumë prezencën e saj në lindjen e mesme, rajon tradicional i aleatëve, i sundimit apo i kontrollit amerikan nëpërmjet aleatëve të tij tradicional atje. Trump ka edhe një problem tjetër, ka edhe një presion tjetër të madh, i cili është frika e Izraelit, paniku që është përhapur në Izrael. Izraeli nuk është i qetë nga kjo mundësi për marrëveshje ndërmjet Amerikës dhe Iranit. Izraeli e ka frikë të marrëveshje dhe nuk e lejon atë marrëveshje, nuk e do këtë marrëveshje, i trembet kësaj marrëveshje. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, Trumpi mundet të fokusohet vetëm tek Hormuzi dhe tek ekonomia, ndërsa në Tel Aviv mendojnë se objektivat e luftës nuk u arritën. Pra, Izraeli është i qartë, ashtu sikur e shpjeguam edhe këtu, nuk u arritën objektivat e luftës ndaj Iranit. Regjimi i Iranit nuk ra, u vran disa, u vran lider, por regjimi vazhdon të jetë i njëjtë. Reaktorët bërthamor nuk u mbyllën, vazhdojnë punën e tyre atje ku kanë qenë. Programi raketor i raketave balistike vazhdon të jetë ai që ishte. Çfarë mundet të bëj Izraeli në këtë moment, edhe pse ka frikën e tij, por edhe nëse Trump ka mundësi të përgjigjet ose s'ka mundësi të përgjigjet. Në të gjitha rastet, çfarë mund të bëj Izraeli? Fillimisht Izraeli pas një diskutim do të tentojë të ushtrojë presion të jashtëzakonshëm nëpërmjet lobit izraelit ndaj administratës Trump, mundet të përpiqet me çdo mënyrë ta sabotojë armëpushimin ndërmjet Amerikës dhe Iranit, dhe informacionet tona na tregojnë se Mossadi ka identifikuar tashmë objektiva të rinj atje në terren. Narrativa iraniane nga ana e saj është duke e paraqitur lojën sikur ka fituar Irani. Dhe Irani po përpiqet fort dhe do të përpiqet fort që ta marketojë këtë si një fitore të madhe. Pse? Sepse të mbijetosh gjallë dhe të mbijetosh në këmbë nga goditja e superfuqisë botërore që është Amerika, pa diskutim që kjo konsiderohet fitore dhe ke mundësi ta marketosh ku të duash si fitore. Rezistenca përballë makinerisë ushtarake më të fuqishme të planetit, që është ajo e Pentagonit dhe Amerikës, është pas një diskutim fitore. Goditja e Izraelit është fitore, minimizimi i rolit të Izraelit dhe devijimi i planeve të tij pas një diskutim që është një fitore. Por realiteti, sipas hulumtimeve të imta, na tregon një fakt tjetër që të jemi konkret dhe ashtu siç kemi qenë gjithmonë, analizë
jo tifozllëk, sepse në këtë kanal nuk bëhet tifozllëk, bëhet analizë. Ky kanal nuk ka agenda, ky kanal ka vetëm një agendë që është interesat e Shqipërisë. Të gjithë komentuesit humoristik të cilët presin se kush e paguan Kreshnikun, nuk kanë për ta gjetur kur. Kreshnikun e pagu vetëm djersa e kolonës vertebrale të vet, e cila kolon deri në ulluk, puna e vet, djersa e vet, përpjekja e vet. Të gjithë debilët të cilët kujtojnë se vetëm njerëzit vetëm paguhen dhe paguhen gjithë kohës, duhet ta kuptojnë grupi i debilerisë që vjen dhe e ndjek këtë kanal, duhet ta kuptojnë që nuk është aq kollaj të paguhesh. Prandaj zgjohu nga gjumi, çau, puno, lodhu, sakrifiko, lufto, siç po bëjnë gjithë bota, siç lufton Irani me përgjakje deri në fund, ose siç lufton Amerika përgjak botën për interesat e saj. Nuk ka fitore. Nuk të pagu njëri shoku debil pa u lodh, pa pagu gjak, pa shpenzu gjak, pa shpenzu lodhje, pa kullu djersa, pa bën luft. Hiqini iluzionet se gjithë paguhen, gjithë janë shitur, gjithë marrin para, gjithë bëjnë propagandë, gjithë janë shoku debil, nuk ka asnjë mundësi të paguaj askush, por nuk të doli shpirti duke punu 16-18 orë në ditë. Kështu që hiqini iluzionet, sepse shpëtoni kollaj, ngrihu, dil, ik në punë, nuk paguhesh kollaj. Do të ishte shumë mirë të më paguanin, por nuk paguan kollaj njëri për para se të dalë shpirti, për para se të kesh karta në dorë që të shkatërosh ose të rregullosh interesat mëdha. As Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as Irani nuk fituan plotësisht në këtë betejë. Kjo është shpjegimi pa tifozllëk që e bën ky kanal. Amerika mundet ta kishte marrë këtë marrëveshje nga Irani, marrëveshjen që do ta marrë tani, pa shkrep asnjë fishek. Ndaj, ky është një misteri madh pse duhej të bëhej kjo luftë nga Donald Trump për një marrëveshje të cilën ai mund ta kishte marrë në tavolinë pa marrë asnjë fishek, pa hedhur asnjë fishek. Përgjigja është e qartë, e ka detyruar dhe e ka shtyr Izraeli, sepse e shtrëngon me dosje të vështira ose me të dhëna të tjera, të cilat kanë lidhje me financimin e fushatës, qoftë Trumpit, qoftë republikanëve. Miriam Adelson ka qenë njëra nga financuesit më të kryesore, shkoka e lobit izraelit në Amerikë, presidentja Israel Hayomit, gazetës më të madhe pranë Netanyahus në Izrael. Vetëm ajo ka shpenzuar $200 milion për fushatën. Prandaj Donald Trump shkoi, në qoftë se do të shkojmë në marrëveshje, shkoi në një fitore pa fitore, dhe Irani shkoi në një rezistencë të cilën mundet ta shes dhe ta marketoj si fitore, të paktën për momentin. Siç ju premtova në fillim të analizës, kthehemi pak tek misteri teknologjik i USS Gerald Ford, anomalia e Hormuzit pra. Ç'ishte ky misteri i madh, pse u tërhoq USS Gerald Ford nga rajoni? Pyetja që po mundon sot kancelarit e mbrojtjes dhe inteligjencën ushtarake dhe teknologjike në Pentagon është diçka tjetër. Jo vetëm Pentagon, por në gjithë botën. Çfarë ndodhi realisht në bordin e aeroplan mbajtës USS Gerald Ford? Ndërsa versioni zyrtar amerikan flet për një largim për arsye teknike, burimet tona flasin për një anomali sistematike e cila ka goditur sistemet më të avancuara të mbrojtjes amerikane në momentin që ato hynë në zonën e influencës së sensorëve iranian, ndoshta të marrë prej Kinës. Gjatë kësaj analize zbërthejmë një fakt të heshtur, ka dyshime të forta se kemi të bëjmë me një testim të suksesshëm të luftës elektronike, electronic warfare, të një niveli të panjohur më parë, e cila mund të ketë detyruar luftanien amerikane të rriqet. A është e mundur që teknologjia asimetrike, ndoshta me mbështetje nga lindja e largët, të ketë arritur të verbojë përkohësisht sistemet digjitale të një anije, luftanije që kushton
13 miliard dollar, si që ishte USS Gerald Ford. Nëse është kështu, atëherë diplomacia e Trumpit nuk është një zgjedhje dëshire, por një realizëm ushtarak. Kur teknologjia jote më e lartë dhe më sofistikuar sfidohet në teren, rregullat e lojës ndryshojnë dhe tavolina e negociatave mbetet e vetmja rrugdalje për të ruajtur prestigjin e superfuqisë botërore, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë pritet tani? Irani do të pranojë, do ta ndryshojë marrëveshjen apo do ta refuzojë marrëveshjen? Këto janë 3 pyetje, nuk ka më shumë. Trump ka paralajmëruar. Nëse dështon marrëveshja këtë herë, do kemi super bombardime, shumë më të mëdha se ato që kanë ndodhur. I kemi dëgjuar shpesh. Pika më e rëndësishme strategjike e këtij tërmeti gjeopolitik, Arabia Saudite mbyll hapësirën ajrore për SBA-n, nuk ka ndodhur kurrë më parë. Ky konsiderohet ndryshim historik dhe strategjik në ekuilibrat gjeopolitik lindjes mesme. Dhe konkluzioni është situata mbetet jashtëzakonisht e rrezikshme. Pse? Është as paqe, as luftë, as mish, as peshk. Tregjet nuk po besojnë më verbërisht deklaratat politike që vijnë nga të gjitha anët. Çdo gjë mund të ndryshojë brenda orës dhe brenda minutës. Përgjigjja e Iranit pritet brenda disa ditësh dhe mundet të vendosë paqen ose rikthimin e luftës. Pra jemi në një botë jashtëzakonisht pasigurt, e cila nga momenti në moment mund ta përballë me zhvillime të mëdha. Dhe nga këtu, deri në 14 maj, kur Donald Trump do të takohet me liderin Xi Jinping, ne do t'i analizojmë me kujdes çdo ditë të gjitha këto dinamika për njerëzit të cilët janë të interesuar të kuptojnë të tilla situata. Njerëzit që nuk kanë interes për këto, unë i falenderoj përzemërsisht për kohën e tyre. Kreshniku flet për ata që kanë sensor dhe për ata të cilët kanë dëshirë të kuptojnë lojën e madhe. Ju që nuk keni interes, ju mund të shihni diçka që ju bën të lumtur apo që keni ju interes. Në qoftë se ne nuk e kuptojmë lojën e madhe, asnjëherë nuk do ta kuptojmë dinamikat dhe lojën e brendshme në Shqipëri, sepse ju a kam thënë dhe ju a përsëris vazhdimisht, vëllezërit e mi shqiptar, liderët politik shqiptar nga Tirana në Prishtinë dhe në trojet shqiptare, janë lojtar të skemave më të mëdha, të lozhave më të mëdha, të cilat përplasen ndërmjet njëra tjetrës në lojën ndërkombëtare, dhe këto përplasje të mëdha na bëjnë të kuptojnë si do të jenë dinamikat tona këtu ndërmjet lojës politike ndërshqiptare dhe lojës politike shqiptaro-greke, shqiptaro-serbe, shqiptaro-turke, shqiptaro-europiane, shqiptaro-italiane, shqiptaro-gjermane dhe shqiptaro-amerikane, shqiptaro-ruse dhe shqiptaro-kineze. Dinamikat janë të shpejta, gjërat po lëvizin me shpejtësi marramëndse, historia dhe e shkuara na shërben si një dylbi për të analizuar të ardhmen, sepse historia nuk bën gjë tjetër përveç se përsërit vetveten në mënyrë të përpikt her pas here dhe herë të tjera sjell edhe surpriza, të cilat ne nuk mundemi t'i kuptojmë në qoftë se nuk i kuptojmë në ndheun e këtyre dinamikave. Dikush më thot, Kreshnik, po njerëzit që të ndjekin nuk i kuptojnë këto dinamika. As Kreshniku nuk i ka kuptuar këto dinamika që në fillim. Ata që nuk i kuptojnë, fillojnë t'i kuptojnë. Ata që nuk i kanë kuptuar deri tani, nesër, duke i dëgjuar dhe duke i parë këto analiza pa agjend dhe pa tifozllëk, nisin dhe kthjellohen, dhe qëllimi i Kreshnikut është pikërisht ky. Detyra ime, puna ime, përpjekja ime modeste është pikërisht kjo. Të transformojmë modelin, sistemin e proceseve të menduarit tek një popull i cili po ekzekutohet kulturalisht, shpirtërisht, emocionalisht, mendërisht, gjeopolitikisht, intelektualisht. Unë e di që kjo nuk bëhet nga një person i vetëm, jam i vetëdijshëm që kjo punë që po bëj nuk mjafton, por energjitë e mia janë këto. Kaq mundem, kaq do të bëj. Do të rishihemi ndark duke ju falenderuar për kohën tuaj të çmuar dhe duke ju falenderuar për mbështetjen që i bëni kanalit. Çojeni atë pjesës tjetër të shqiptarëve, miqve tuaj që mendoni se kanë interes në këto tema dhe në këto analiza,
Mbështeteni kanalin, bëhuni subscribe në kanal dhe unë do të rikthehem në një bisedë live me ju, si e kemi live-in e të ejtës në orën 21:30, do të takohemi për të bërë analizat e orëve të fundit në makro dhe në mikro në situatën ndërkombëtare, duke lidhur me lojrat që luhen në nëndheun e Ballkanit dhe në nëndheun e politikës së vogël të Tiranës, që kontrollohet nga dyshja Rama Berisha. Faleminderit, mirë dëgjofshim. Live 21:30 sot.